do ishte gjëja më e mirë le të themi për ta bërë një situatë të tillë, sepse Kosova ka nevojë edhe për qeveri le të themi të spektit të gjerë. I ka bërë Gjermani 2-3 herë dhe nuk ka ndodhur ndonjë hata. Në Kosovë duket sikur ndodh ndonjë hata të bësh në gjë të tillë. Mund të jetë gjithë qeveri në rast se 4 partitë në qeveri, nuk ka në një çudi sepse Kosova ka përpara le të themi sfida në qoftë asociacioni, qoftë marrëveshje me Serbinë, qoftë mënyra si mund sillet me administrat Trump dhe sigurisht një qeveri e tillë do ishte një shpëtim në një rast të tillë. Nëse zgjedhjet tash janë pasqyrë zgjedhje lokale, do jemi prapë ndoshta në një krizë nëse nuk arrihet një marrëveshje kaq e madhe. Por mund të jetë një mesazh qoftë për gjitha palët, domethënë që kompromisi në një sistem të tillë vetëm kompromisi mund të dalë përpara. Është një sistem që nuk të lejon le të themi të ndodhë ajo që ndodhi në 2021, ku një parti mori 50% të votave. Është e pamundur të ndodhi më. Ky është mesazhi që merr mbi të gjitha Albin Kurti nga një zgjedhje të tilla lokale dhe aq më tepër që mesazhi i më marrë është ndoshta nuk do të sillet aq keq me opozitën, pra ato atë fjalë që tha gjatë fushatës së shkurtit, sepse në fund duhen votat. E qartë. Dhe më bëri përshtypje në fakt ditën e djeshme kreu i Lëvizjes Demokratike të Kosovës doli me fituesin e Prishtinës. Ata kanë dalë në ballotazh, por që është përpara me përparim Ramën dhe në mbyllje kur gazetarët po tentonin të merrnin diçka prej tij, tha jo, kundërshtarët e mi nuk janë unë nuk dua që t'i shaj kundërshtarët e mi. Ne jemi të gjithë në këtë garë, është garë dhe nuk është luftë, na lejoni ta shijojmë fitoren me dinjitet. Më bërë jashtëzakonisht përshtypje, kisha kohë që nuk dëgjoja një fjali të tillë dhe një qëndrim të tillë, jo vetëm nga në Kosovë, atje mund ta kem dëgjuar më shpesh me thënë drejtën, por në Shqipëri jo prej kohësh një gjë e tillë, për mos thënë që s'e kam dëgjuar asnjëherë. Dhe kur ka qenë kalimet pushteteve, kanë thënë vetëm kaq që dakor të fituan ata, le të vazhdojmë, po as urime, as ndonjë vlerësim. Kjo fjali më tingëlloi ndryshe. Është më ndryshe ajo politika apo si është? Është fjali e dur në rast të tilla, sepse në fundit duan ato vota, pra është një person që shumë i qartë se si është konfigurimi dhe në parlament. Pra nëse unë në parlamentin e Kosovës mund të marrë le të themi vetëm 60 ca deputet, sigurisht që mund të them çfarë dua për opozitën se nuk më interesojnë votat e tyre. Por një person që është shumë i vetëdijshëm që në parlament nuk merr dot 60 ca deputet dhe ka nevojë për deputet e partive të tjera, sigurisht nuk mund të fundojë duke i thënë hajvana të tjerë që i tha Albin Kurti gjatë fushatës opozitës. Pra kjo luftë le të themi politike ku e bën le të themi një palë fiton të gjitha dhe pala tjetër fiton asgjë, është një logjikë në sistemin e Kosovës nuk funksionon më. Pra mund të jetë në sistemin e Shqipërisë ku është ndruar një sistem ngjashëm me atë amerikan që është dy partijak praktikisht sistemi i Shqipërisë dhe një palë fiton të gjitha, palë tjetër humbet të gjitha, ndërsa sistemi i Kosovës është pak më pluralist, është më i decentralizuar dhe është shumë e vështirë të kthesh tek 2021. Unë kam përshtypjen që Albin Kurti ne ka dehur 2021, sepse mendoj që ato rezultat 50% do i merrte gjithmonë. Dhe në momentin që përballë me idenë se merr dot më atë 50%-shin, ngul këmbë tek e si thua, që o uno o s'ka në këtë rast. Shqipëria e ka luksin të ketë një politikë të tillë, domethënë, sepse Shqipëria e ka mbaruar le të themi